Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përfaqësuesi i lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas i kujtoi Kosovës dhe Serbisë se dialogu është domosdoshmëri për të dyja vendet për të ecur përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kallas, e cila një ditë më parë ka vizituar Serbinë, viziton Kosovën dhe më pas Maqedoninë e Veriut. Do të angazhohen me qeveritë dhe shoqërinë civile në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. Dialogu Beograd-Prishtinë është një domosdoshmëri për të ecur përpara, tani është koha për të riangazhuar, shkruan Kaja Kallas, përfaqësuesi i lartë e Bashkimit Evropian. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Italia shpërson rregullat për personat me origjinë italiane që kërkojnë të pajisen me pasaportë italiane. Sipas ndryshimeve të reja të miratuara nga Parlamenti italian, aplikantët duhet të kenë të paktën një prind ose gjysh që ka qenë qytetar italian në lindje për të përfituar nënshtetësinë. Qeveria tha se ndryshimet synojnë të forcojnë lidhjen midis Italisë dhe qytetarëve jashtë vendit, të parandalojnë abuzimin dhe komercializmin e pasaportave italiane. Sipas të dhënave zyrtare nga fundi i vitit 2014 deri në fund të 2024, numri i qytetarëve italianë që jetojnë jashtë vendit është rritur me 40%, duke arritur nga 4.6 milion në 6.4 milion. Deri në fund të marsit 2025, kur qeveria e kryeministit Giorgia Meloni paraqiti ligjin mbi 60.000 çështje gjyqësore për verifikimin e nënshtetësisë, ishin ende në pritje. Eurodeputetët Kristian-Demokrat, Social-Demokratët, Liberalët dhe të Gjelbrit i kanë bërë një apel urgjent Komisionit Evropian që të ndalojë plotësisht të gjithë aparat nga Brukseli për Hungarinë e kryeministrit Viktor Orban. Në një letër urgjente të nënshkruar bashkërisht nga përfaqësues të disa grupeve parlamentare në Parlamentin Evropian të vënë në dispozicion të arët dë studion në Bruksel, europarlamentarët kërkojnë që të gjitha fondet të BE-s për Hungarinë të tërhiqen përgjithmonë. Sanksionet e mëparshme, siç deklarojnë ata, nuk kanë sjellë rezultate. Kjo është një thirrje e qartë nga Parlamenti Evropian drejtuar Komisionit Evropian për të rritur presionin ndaj Hungarisë. Deputetët duan që më në fund t'ia mbyllin rubinetin qeverisë së Viktor Orbanit, thot Moritz Korner nga Partia Liberale Gjermane. Dy anëtarë të stafit të ambasadës izraelite, një çift i ri u qelluan nga afër teksa po largoheshin nga një aktivitet i fokusuar në ndihmën e banorëve të Gazës. Policia akuzoi Elias Rodriguez nga Chicago si të dyshuarin e vetëm, raporton BBC. Oficerët thonë se i dyshuari ka lënë të kuptohet se ka kryer veprën penale dhe ka broritur Palestina e lirë, ndërsa ishte në paraburgim. Presidenti amerikan Donald Trump i ka dënuar vrasje duke postuar në Truth Social se ato padyshim bazoheshin në antisemitizëm. Britania e Madhe do të nënshkruajë një marrëveshje që ia heq sovranitetin e ishujve Kagos Mauritusit, ndërkohë që siguron dhe të ardhmen e bazës ushtarake britanike amerikane Diego Garcia në Oqeanin Indian. Marrëveshja, detajet e së cilës u njoftuan për herë të parë në tetor, do t'i lejojnë Britanisë të mbajë kontrollin e bazës ushtarake në Diego Garcia në ishullin më të madh të arkipelagut në Oqeanin Indian, sipas një kontrate qeraje 99 vjeçare. Kryeministri britanik Keir Starmer do të marrë pjesë në një ceremoni virtuale në shkrimin me përfaqësues të qeverisë të Mauritusit, raportoi gazeta Telegraph. Në vitin 1965, Britania i shkëputi ishujt Kagos nga Mauritusi, një ish koloni që u bë e pavarur 3 vjet më vonë për të krijuar territorin britanik të Oqeanit Indian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.